Kartat e memorjes së kamerës së brendshme të helikopterit EC-145, rrëzuar në liçenin e Shkodrës, kanë mbërritur në Gjermani për të shkoduar. Kthyrja e tyre do të kryhet nga ekspertët e kompanisë BFU, e cila është e specializuar për çështje të tilla. Burime nga Prokuroria e Shkodrës konfirmuan për televizionin Klan se në vendin tonë ishte e pamundur kryerja e këtij procesi. Të njëjtat burime saktësuan se rasti është tepër specifik, pasi ekziston mundësia që kartat do dëmtoheshin në Shqipëri. BFU është kompania e parë që kontraktohet nga firmat prodhuese të mjeteve fluturuese për hapjen e kutive të zeza apo të kamerave të bordit në rastet e aksidentëve të helikopterëve. Ky proces do të asistohet dhe nga një prokuror shqiptar. Nuk saktësohet se sa kohë do t'i duhet firmës gjermane për të deshifruar informacionin. Grupi hetimor thotë se vetëm pamjet mund të zbulojnë se cili ishte shkaku i rrëzimit të mjetit fluturues. Prokuroria e Tiranës dhe e Shkodrës po vazhdojnë gjithashtu hetimet, pas dyshimeve se nuk është zbatuar rregulloria nga eprorët dhe pilotët në përbërjen e ekipit fluturues. Nga të dhënat paraprake ka rezultuar se ushtari Gerald Baramuça, i vetmi nga 3 ushtarakët që i shpëtoi aksidentit, nuk duhet të ishte pjesë e ekipit. Helikopteri EC-145 u rrëzua në datën 6 prill në liçenin e Shkodrës. Donald Hoxha dhe Floran Dalia humbën jetën në vend, njëri si pasojë e goditjeve të forta dhe tjetri i mbytur.